Kurse këta që i kanë dhënë votën, unë nuk e di si ndihen valla sot. Jam shumë kurioz. Se nuk e kuptoj dot. Kur që nga e pastër do me duart pastër. Pak e çuditshme kjo. Por jemi në Shqipëri valla. Jemi në Shqipëri. Shikoj. Domethënë, ç'a mendon ti se i mban këta në pozita kaq solide për të shkelur çdo lloj norme politike? Mendon vetëm se janë në 83 mandatet? Shiko, kjo është një justifikim që këta shpejt e kanë ndaj popullit, se thonë shiko se ne na do popullit, na dha 83 mandate dhe ne tani bëjmë çfarë duam. Por populli ja dha mandatet se këta e kanë keq kuptuar. Ja dha që ti qeverisi më mirë, që ti çoj ilaçe në spitale, ti ashtroj rrugët, ti çoj ujë te shtëpia, ti gjej punë për fëmijët, ti rrisi pagat. Për këto ja dha, nuk ja dha që të vjedhin këta vëlla. Sepse dhe sot më të trishtuarit duhet të ndihen votuesit e Partisë Socialiste. Se unë dhe ti, ne nuk i kemi votuar këta. Ne jemi të qetë për këtë. Ne kemi qenë kundër kësaj qeverisje. Ne jemi nga ana tjetër e medaljes. Kurse këta që i kanë dhënë votën, unë nuk e di si ndihen valla sot. Jam shumë kurioz. Sidomos në qarkun e Fierit, por edhe në gjithë Shqipërinë, por në Fier sidomos. Se ai lagju këtë zonjën drejtuese qarku akoma, kupton. Do vijoj. Si ndihesh? Do vijoj të jetë drejtuese politike. Juve dini që Belinda të bën pa dhimbje koke gjatë punës na. Edhe lartësoj që Belinda është mirë vlla, nuk të lë, nuk të bëm dhimbje koke, marron punën, vjet si duhet.